Siç njoftuam dhe në lajme, gjendja vazhdon të jetë e tensionuar në Iran, ku dëshmitarët okular thanë se policia përdori dje shkopinjtë e gomës dhe armët e zjarrit për të shpërndarë një grumbull të vogël njerëzish që u mlodhën pranë selisë së parlamentit për të protestuar kundër rezultatit të zgjedhjeve. Vendet perëndimore i kanë shtuar kritikat në përdorimin të forcës nga ana e Teheranit për të shtypur demonstratat. Megjithatë, udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollahu Ali Khamenei, tha dje se rezultati i zgjedhjeve qëndron, madje u zotua përsëri se nuk do t'i nënshtrohet presionit të protestuesve apo komunitetit ndërkombëtar. Protestat masive që karakterizuan valën fillestare të kundërshtimit ndaj rezultatit të zgjedhjeve të kontestuara në Iran kanë marrë fund. Ato u zëvendësuan nga përleshje të dhunshme e disa herë vdekjeprushe që sipas përllogaritjeve zyrtare u kanë marrë jetën të paktën 17 vetëve. Ndërsa është vështirë të verifikohen video të reja që janë dërguar zërit Amerikës, tregojnë protestuesit që marshonin dje pranë selisë parlamentit me thirrjet vdekje diktatorit. Protestuesit e akuzojnë qeverinë konservatore për vjedhjen e votave nga kandidati reformist Mir Hossein Mousavi. Ata kërkojnë anullimin e rezultatit dhe përsëritjen e zgjedhjeve, megjithse qeveria ka pranuar paregullsi në të paktën 50 distrikte. Ayatollah Ali Khamenei eliminoi dje mundësinë e një kompromisi duke cituar ligjin e vendit. Me gjithë njoftimet për demonstrata të reja, kërcënimet për arrestime dhe ndalimi i njoftimit nga mediat e pavarura e kanë bërë të vështirë konfirmimin e ngjarjeve. Sipas disa burimeve, zoti Mousavi po distancohet nga protestat, por disa ekspertë thonë se reformistët po presin për momentin e përshtatshëm. Gjatë një diskutimi që u zhvillua në Washington, Abbas Milani, drejtori i studimeve iraniane në Universitetin Stanford, tha se mbështetja për presidentin Mahmoud Ahmadinejad është e dobët dhe kufizohet kryesisht tek besnikët që kanë përfituar nga të ardhurat e naftës së vendit. Pjesa tjetër, 75%, mendoj se po presin për një shenjë tjetër se aftësia e regjimit për të vrarë është dobësuar dhe pas kësaj mendoj se do të shikojmë një shpërthim shumë më të madh se sa i javës së kaluar. Ndërkohë televizioni shtetror thotë se kandidati tjetër prezidencial që humbi në zgjedhje, Mohsen Rezai, ka tërhequr ankesat për paregullsi në zgjedhje, duke cituar kufizimet kohore dhe gjendjen shoqërore e politike sensitive të vendit. Në përbot, mbështetja për protestuesit e Iranit vazhdon të shtohet. Presidenti Obama, i cili u propoj të shmangte komentet për protestat në Iran, mbajti një qëndrim më të ashpër të martën. Shtetet e Bashkuara dhe komuniteti ndërkombëtar është indinjuar nga kërcënimet, rrahjet dhe burgosjet e ditëve të fundit. Për shkak të zhvillimeve të fundit në Iran, administrata Obama tërhoqi dje ftesat për diplomatët iranianë që do të merrnin pjesë në festimet me rastin e 4 korikut në ambasadat amerikane. Por shtëpia e bardhë tha se ftesa për diskutuar mospajtimet serioze mes dy vendeve është ende në fuqi.